Në protesta njerëzit të rinj nuk kanë internet, shqyqy që kanë celular. Nuk i jepet interneti, mediat nuk vinë, këngëtarët e famshëm shqiptar që ngelen duke kënduar, Shqipëria është e jona, duke bërë koncerte gjitha në gjithë botën, e duke kthy prapë, duke fitu tëra ato leke, duke kënduar për dorë zërin. Tani që duhet mbështesin popullin ose t'i bashkangjiten harmonisë së bukur të këtyre fëmijëve që vinë aty, që flasin për të ardhmen e tyre, që duan paqe, që duan ndryshim, që duan të mbrojnë natyrën, të mbrojnë tokën e vet. S'ka gjë, do t'i bëjmë vet, do të këndojmë vet, edhe pse nuk kemi këngëtar profesionist, do të bashkangjituni me mua së bashku në meditim që do të thotë thjesht përsëritjet e mantrave në shqip, për të dhënë gjithë Shqipërisë dhe tokës shqiptare, si thuaç, për të rritur vibracionet e mira dhe për të bashkuar së bashku. Është teje të fuqishme zëri. Ju e shikoni, gjithë shqiptarët, ato që po thonë janë përhapur në gjithë botën, edhe pse mediat shqiptare sigurisht nuk i publikojnë. Pra zëri është tepër i fuqishëm njeri. Zëri zuri, fjala filloi. Fjala e duhur krijon të ardhmen, e duhur e mirë. Unë dua një të ardhme të mirë. Shihemi së bashku nesër në parkun përballë Tajvanit, në natyrë. Mblidhemi aty së bashku.